Lab, një mesazh shumë hynor e ke dhënë edhe ti para disa muajve në këtë studio, por edhe në shumë intervista tua, që unë e di Labin, si kolegë që një, ka mision me ndihmu të tjerët që nëse kalojnë në rrugtimin e Labit, të paktën të gjejnë një mbështetje dhe një motiv se çdo gjë kalohet. Vështirësi pas vështirësive, thash edhe në fillim, sfidë pas sfide, goditje pas goditje, dhe ishte një moment, kështu një klik që themi na, që ti vendose të mirej me veten. Dhe ishte ai momenti kur ti besimin tënd shpirtënor vendose dhe ta praktikoje dhe të ndihesh edhe më mirë. Na tregon pak këtë pjesë. Jo që ti në situata të këqija u ktheve ka Zoti, po që ishte ai momenti kur erdhi. Me thonë drejtën, sa i të folë për këtë pjesë shumë të rëndësishme, edhe unë mendoj që njeriu e gjen edhe një Zotin në momente shumë vështira. Më kujtohet edhe sot, edhe kur pata nis namazin, kur pata nis për me praktiku, më kujtohet që është ka namazi i akşamit, por kur gjë nuk disha. Kur gjë s'disha, disha me marr abdes edhe kur gjë tjetër. Është ka prej momenteve më të vështira ku unë aty e kom njoft edhe Labin, po e kom njoft edhe Zotin, se pa e njoft veten nuk mundesh me njoft edhe Zotin. Kështu që mendoj që për mua ka qenë në momentin më të vështirë ku unë e kom njoft Zotin. Në ato kohë, në ato momente, mendoj që gjithçka ka rrjedhë ndryshe edhe u konë ndryshe dhe ka vazhduar asnjë më konë ndryshe. Edhe shpeshherë edhe mendoj edhe sot qysh nuk e kom njoft veten më herët për me njoft edhe Zotin. Goditje pas goditjeve, sfida pas sfidave, edhe pse sot nuk jam për me folë për sfidat të mëdha, jo tash për referona me jo, miq që ju kam prej afër edhe më njihni me thonë të drejtën, edhe çato sfida, edhe çato bumerange që më kthehen shpesh herë, mendoj që më bajnë çdo herë edhe më të fortë. Këtu e njoh prap Zotin edhe këtu e praktiku islamin. Çfarë momenti Lab? Çfarë ai momenti kur the u lodha të provu diçka këta, okej, kam nevojë për një diçka shpirtënore? Po unë nuk isha praktikuesi i namazit, edhe normalisht që ka qenë një jetë pak më ndryshe, po jo e shfrenume, se unë nuk jam konkurri i shfrenume me thonë të drejtën. Thjesht një djalë i cili ka bëu gjëra që i ka dashur, po shpeshherë në dëmtim të vetes. Ka qenë prej momente më të vështira ku mo mendova që çdo derë është mbyll. Po për një me çaj namaz i akşamit e ka ndryshuar krejt strukturën e jetës, edhe sot kur nala me nu emocionona shumë, se e di që është kam prej momenteve që unë jam ra për toke, bashkë për toke. Kështu që është një ndihmë mas një pjesa psikologjike, fetare, edhe kjo pjesë e thedhëm në fillim në këto mjediset publike, nuk jemi mësuar me pas miq. Kështu që unë dhe hoxha shkëmbejmë goxhe këshilla, mendime, sugjerime e që besa dhe kritika nga njëherë. Absolutisht, na mbi të gjitha jemi qenie njerëzore.